Si të zbardhni dhëmbët me njëherë, kjo metodë do ju befasoj. Zbardhja e dhëmbëve është një proces që të gjithë do e dëshironin. Në qoftë se edhe ju doni të zbardhni dhëmbët tuaj pa përdorur kimikate të cilat gjenden rëndom në treg, sekreti qëndron që ju të përdorni vaj kokosi dhe shafran të Indis. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni vajin e kokosit dhe një lugë me shafran indie derisa të krijohet një pastë e cila do të përdoret për të pastruar dhëmbët. Pasi ta mbani për të paktën 5 minuta këtë pastë në dhëmbët tuaj, shpëlajini gojën me ujë të bollshëm dhe rezultati do të jetë mjaft i mahnitshëm. Dhëmbët tuaj do të jenë njëkohësisht të bardhë dhe plot me shkëlqim. Provojeni këtë recetë pasi të gjithë përbërësit janë natyral dhe nuk shkaktojnë asnjë efekt ansor.